Në qarkun Korç po vijon vaksinimi i krerëve të remontit tek baktitë e imta kundër sëmundjes së brucelozës. Përgjegjësi i shërbimit veterinar Demir Latollari bën me dije se procesi ka nisur me fermat në fushën e Korçës e më pas është duke vijuar tek zonat e tjera për shkak se lindjet e qingjave janë realizuar më vonë dhe tani plotësohet mosha prej 3 muajsh që duhet të kenë krerët që do të vaksinohen. Vaksinohen të gjithë krerët e remontit në moshën mbi 3 muaj. Plani për këtë vit është rreth 50.000 krerë. Aktualisht gjem sot ne kemi arritur në 35.000 krerë. Brenda muajit maj do mbyllet komplet plani që kemi. Edhe nëse ka dhe më tepër krerë, detyrimisht ne kemi tërhequr vaksinë dhe do vazhdojmë punë. Janë angazhuar të veterinarët e shërbimit në çdo njësi ku mbashtrohen kafshët. Çdo gjë kalon në mënyrë të rregullt, aplikimi kontrollohet në veterinarët e kontrollit. Vaksina të rriqet me termus dhe zbatohet zinxhiri ftosë në çdo fermë. Dhe nëse s'mbyllet brenda majit, se ka mundësi që të dhishtat nuk e kanë plotësuar remonti i tyre, nuk e ka plotësuar moshën 3 muaj, do vazhdojmë edhe 15 ditën e parë të qershorit. Në qarkun Korç, sëmundjet infektive dhe parazitare nuk kanë prekur në mas baktitë e imta prej vitesh, kjo pas një mirëfunksionimi të shërbimit veterinar, duke aplikuar në kohën e dur vaksinat për sëmundje të ndryshme e duke bërë që tufat që mbashtojnë fermerët të jenë të pastra.